Vetëm Zoti e di sa i lumturim. Pas thirrjes për ndihmë nga ana e jetënorit, organizata Brandon realizoi një fushat sensibilizimi për të gjithë shqiptarët në mënyrë që ta mbështesnin atë, pasi qëllimi vetëm është i jetënorit të riaftësohet pas një paralize që ai ka kaluar. Dhe sot kemi ardhur nga Seriku në Elbasan. Kemi mundësuar transportin e jetënorit dhe në vazhdim do të mundsojmë seancat e fizioterapisë për të cilat ai ka kaq shumë nevojë. Nuk mund të shpëtoj me fjalë. Allah i shpëlbej. Vim nga organizata Brandon dhe kemi lënë një takim për zotin jetënor Shukulli. Patjetër. Vazhdojmë të Pjesa e fizioterapisë do konsistoj të rikthimi i lëvizjes së artikulacionit, të pjesa e lëvizshmërisë totale. Ne do arrim të punojmë sa më shumë, pavarësisht sepse kjo kohë 2 vjeçare ka kaluar goxha dhe është mungesa disa lëvizjeve fine që ne nuk i kemi prezente, por do arrim që me anë të ushtrimeve dhe me anë të impulseve nervore që ne japim nëpërmjet aparateve që kemi prezente në klinik, të bëjmë të mundur dhe rikthimin e pjesës së nervit dhe lëvizshmërisë. Kemi pak rrugë të gjatë, por shpresja është e madhe. Të dy aparatet që ne do përdorim tani është për t'i dhënë pjesës së sistemit nervor impulse nervore që të bëhet reaktivizimi i nervit që ne kemi të humbur në këtë rast. Ne do bëjmë një program individual vetëm për zotrin, do ndishem seancat e fizioterapisë dhe siç tham, shpresojmë që të arrijmë më të mirën e mundshme dhe do shihemi në takimin e ardhshëm. Transportin nga Seriku në Elbasan për tek qendra e fizioterapisë e zotit Florent Spao, Pro Life, gjithashtu edhe mbulimin e shpenzimeve, sigurisht në partneritet me këtë qendër, i keni dhurat nga shqiptarët që kontribuan njëkohësisht edhe nga organizata Brandon. Faleminderit organizatës Brandon edhe fizioterapisë Pro Life.